Mirëmëngjes, Katerina. Javë të mbar. Një javë të mbar edhe për ty. Faleminderit. Përshëndetje të dashur miq, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe sidomos tani sot një javë të mbar. Fillojmë javën dhe ta fillojmë mbar. Dhe ju ftoj këtu te këndi ynë e gatimit për të parë recetat që do përsillim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Sot do të bëjmë, neve kemi përzgjedhur të bëjmë krah pule, të cilat do t'i bëjmë me makarona. Makarona të cilat do t'i bëjmë të skuqura, si bënim dikur të skuqura dhe vetëm makarona të skuqura ka një shije të veçantë dhe bëjnë shumë të mira. Por mendova të shtoj pse jo ca krah pule për ta shtuar pak më tepër drekën tuaj. Dhe unë fillimisht kam filluar me krahat e pulës, të cilat këto i kam të marinuar. I kam marinuar më përpara dhe herë tjetër ua kam treguar këtu se si duhet bërë marinimi, por është mirë që t'i marinojmë një natë më përpara, t'i vendosim në frigorifer, që edhe marinimi të hyjë në brendësi të mishit të pulës, por jo vetëm që mos t'jetë kur e hedhim dhe kemi për shembull tek kompania Neranzi të gjeni enkas këtë lloj mix erzash që është për pulë, për mishin e pulës. Pra është një mix baharnash për marinimin e krahave të pulës ose edhe për pulën komplet, pra për mishin e pulës. Unë i kam marinuar, kam shtuar edhe pak vaj dhe i kam lënë kështu për një natë, do të thënë në frigorifer. Tani është momenti që do t'i shtoj edhe pak krip dhe do t'i shtoj edhe pak piper të zi. Pak më tepër. Një ekstra shije atë që them unë gjithmonë. Kështu që tani i kemi gati për t'i vendosur. Unë kam një tavë këtu, do t'i vendos në furrë që të bëj një pjekje. Dhe pastaj do t'i bashkoj me makarona, të cilat ato do t'i bëj, domethënë dhe ato do t'i vendos në furrë me gjalpë dhe me vaj, për t'i pjekur fillimisht, sepse nuk do të bëhen të skuqura, do të bëhen të pjekura. Edhe do të bëhet bashkimi pastaj në fund, ku do të kemi një mix erzash, domethënë një lug mix erzash, dhe do të bëjmë edhe lëngun. Do me thënë, do pishen veçma krahët e pulës të marinuara dhe makaronat me vaj, apo me gjalp, apo me të dyja bashkë? Me të dyja bashkë është më mirë. Dhe pastaj do të bashkohen të dyja dhe do të kalojnë edhe një herë në furrë, kështu i bie? Po. Do me thënë, këto krahat e pulës do t'i kemi të pjekura, pasi do të kemi pjekur makaronat në furrë me gjalp edhe me vaj, do t'i heqim, do t'i vendosim brenda te makaronat, do t'i hedhim atë lëngun që do të përgatisim me këtë mix erzash, që është shumë i shishëm faktikisht dhe e kam thënë gjithmonë që është një mix erzash që përdoret pothuajse për të gjitha llojet e gatimeve të kripura. Dhe na bëhet shumë e mirë dhe e shishme, një gatim që bëhet shumë shpejt dhe shumë gatim i shishëm. Tani unë i vendos këto për të pjekur në furrë. Ato i kalojmë në furrë. Unë ju kujtoj se me çfarë produktesh po gatuajmë sot, edhe pse ja u tha Katerina në momentin që po ju tregonte dhe miksin e erzave, sot po gatuajmë me produktet Neranzi. Ndaj kur të shihni mënyrën se si po vijnë këto recetat tek ju, gjithashtu edhe përbërësit pas pak në ekran, këto përbërës i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Në fakt, sot do doja t'ju rikujtoja një linjë shumë të rëndësishme të makaronave, siç është ajo e Doktor Shar, është kjo logoja këtu, po ja u tregoj pak për të orientuar shumë lehtë, mjafton të jetë kjo logo dhe keni të bëni me një markë shumë të rëndësishme që vjen ekskluzivisht nga dyqanet Neranzi. Ndërkohë, Kanti, do të vazhdojmë me recetën tjetër? Neve faktikisht do të bëjmë me këto makaronat e gjata, kështu i bënim dhe dikur. Me Lori Pulja, me ato do t'i bëjmë neve sot. Edhe Lori janë shumë të mira. Ato makaronat tjerë mendova t'i bëjmë ato, prandaj dhe kam prerë, ato drezat, po ato në kram, që janë kështu si drez. Ndaj dhe i preva i bëra, mendova t'i bëja me to, por jo, do t'i bëjmë me këto në mënyrën tradicionale që bënim dikur me makaronat e gjata. Megjithatë, nëse doni produktet pa gluten, pra është pikërisht ky paketimi këtu. Po, mund t'i bëjnë dhe me ato që bëjnë shumë të mira, dhe me ato, edhe, do me thënë, çfarë do lloj makaroni mund të bëhet kjo lloj tave, nuk është se mund të zgjedhim. Unë kam gjitha llojet e makaronave, kam 2-3 lloj, kështu që anvisat mund të përzgjedhin atë që ju ndodhet në shtëpi, atë që atyre u pëlqen më shumë. Tani ne do të bëjmë edhe një recetë tjetër që është shumë e thjeshtë për të përgatitur me patate të ëmbël, pra do të bëjmë si një lloj mus me çokoladë dhe kakao, pra 3 përbërës. Do të kemi çokoladë, do të kemi kakao, dhe do të kemi dhe patate. Patate fillimisht do t'i vendosim, do të bëjmë një pastrim të patates, do t'i vendosim që ta ziejmë, dhe pasi do ta ziejmë, do ta kthejmë në një trajt pure, duke shtuar brenda 2 lugë kakao, do të shtojmë edhe një rreth 200 gram Do me thënë do bëjmë patate me çokoladë në sot. Po, dhe bëhet mus, dhe bëhet një ëmbëlsirë shumë e mirë. Interesante. Po, sepse kjo patate është një patate e ëmbël, e kam larë unë tani dhe thjesht duhet ta
qëroj dhe do ta vendos në ujë të ftohtë, të zihet dhe pastaj do ta kthem në një trajt pure dhe thash me bashkimin e kakaos edhe të çokoladës, neve do të kthejmë në një mus patate, domethënë dhe bëhet një bërsirë shumë e shijshme dhe shoqëroni pastaj me fruta të freskëta nëse doni pak fruta të freskëta ose fruta të ngrira, fruta pylli që ka edhe tek kompania Neranzi, gjeni të ngrira. Që i përdoni jo vetëm për ëmbëlsira të ndryshme, por mund t'i përdorin akoma edhe për... Si që ke zgjedhur ti, sot unë shoh që ke marrë boronicat edhe mjedrat. Këto do të përdorim neve. Ato do të përdorim neve sot. Që janë të ngrira. Ndërkohë... Po, më thuaj. Qa kemi ndonjë... Receta doja të lexoja. Që e patatja është goxha e madhe. Do dhe pak të qërohet. Ja, e qërova unë tani. Dhe vendosim për të zirë. Se kam larë dhe kam gati për të vendosur për të zirë. Okej, shojmë në ekran pak së bashku recetat. Tav me krah pule e makarona të skuqura, 1 kilogram krah pule, 1 pako makarona, 2 lug gjalp, 2 lug vaj, 1 lug mix erzash për mish pule. Siç e pat, krahët e pulës janë marinuar pra me këtë miksin e erzave, sa më gjatë të qëndrojnë aq më të shijshme bëhen dhe janë vendosur në furrë për të pjekur. Pjesën tjetër të recetës do ta tregojmë hap pas hapi si në pjesën e parë ashtu edhe kur të kthehemi në pjesën e dytë. Ajo që kemi nisur tani të përgatisim është një ëmbëlsirë me çokoladë e patate të ëmbla. Na duhen 2 patate mesatare të ëmbla, 300 gram çokoladë gatimi dhe 2 lug kakao. Pataten siç e pat, pasi e kemi larë, kemi ndarë në copës apo e vendos katin në një tenxhere për të zier. Receta e tretë për sot do të jetë një sallatë me ton konservë dhe perime dhe për realizimin e kësaj recete këto janë të gjithë përbërësit që ne do të përdorim. Janë 2 konserva ton, 3 patate, 1 qep të thatë, 10 kokra ullinj, 1 lug kaperi, domate, borzilok, majdanoz në energjik, krip, piper, vaj, limon ose uthull. Pra sot kemi hequr dorë nga e hëna e fasuleve dhe e thjerëzave. Kemi kaluar makarona sot. E kemi nisur ndryshe sot, po dhe me një ëmbëlsirë. Kemi edhe ëmbëlsirën, kemi dhe këtë sallatën që është si pjatë kryesore faktikisht, nuk është thjesht një sallatë, është një pjatë kryesore që thamë që anvisat mund ta marrin ato që shkojnë në punë, mund ta marrin me vete në punë, e përgatisin e marrin me vete në punë, mund ta konsumojmë në shtëpi. Sigurisht edhe kjo tava me makarona mund të bëhet kështu si thash me krahët e pulës, por mund ta bëni edhe thjesht kështu makarona të pjekura në furrë me gjalp edhe me vaj dhe me atë shijen e mix erzave, sepse ajo brenda ka akoma edhe qep brenda, ka edhe kështu që i ka të gjitha gjërat bashkë përveç se erzave dhe kështu që bëhet një lëng shumë i mirë dhe bën makarona shumë të shijshme. Na kujtojnë ato makaronat e dikushme që i bënim të skuqura dhe na e shijonin kaq shumë. Dhe sigurisht me një lloj sallate e kalojmë vaktin e drekës, domethënë nuk është se do konsumojmë çdo javë fasule. Jo, në fakt, pastaj tani fillon edhe moti vjen duke u ngrohur edhe do kalojmë që dhe fasulet dhe këto ti kalojmë dhe ti sjellim edhe në trajt sallatave të ftohta këtë tutje dhe në mënyra të tjera gatimi. Tani vendos këtë këtu, unë do ta lëm atë që të na bëhet gati, ndërkohë do vendos edhe patatet këtu që të bëhen gati. Për recetën e sallatës, apo jo? Po, do të përgatisim dhe tavën këtu që do të vendosim makaronat që të na bëhen gati, pra unë thash do përdor këto lloj të makaronave. Mund të kem i kam këtu. I kam siguruar sot. Pas kemi sot. Pas kam vënë në vendin e duhur. Çfarë po na lëvizim pa gjërat. Kështu që unë i kam vënë në vendin e duhur për të patur mundësi. Do të hedhim gjysmën e pakos neve faktikisht për të masën që neve kemi. Edhe do t'i thyej faktikisht, dhe neve dikur kështu i bënim, me thënë i prisnim, nuk i lënim kështu të... Kur i bëjmë, do me thënë makarona që i bëjmë me një salcë, i lëm kështu si që janë të plota, ndërsa tani që i përdorim për tavë, i përgatisim në këtë mënyrë, dhe do thoni ju që pse përdorëm këto lloj makaronat, sepse këto makarona janë ato që na kujtojnë traditën, që neve këto lloj makarona i bënim ashtu të skuqura. Edhe linguinat. Po që nuk besoj se i quanet linguina, si? Spageti, domethënë po ishin llojit e makaronat e gjata i thoshte, fare, spageti. Madje kanë shumë të gjata. Po, edhe ishin shumë të shijshme, por aq dhe të shijshme janë edhe këto faktikisht. Me thënë të drejtën, bëjnë shumë të mira edhe të shijshme. Dhe e mira e këtyre është që nuk qullosen, do me thënë edhe gjatë përpunimit të nxehtë, ato përsëri ruajnë, do me thënë atë bëjnë të ngjelin të shkrifta. Tani këtu ne do të shtojmë edhe gjalp, do të shtojmë edhe vaj, edhe krip, edhe piper dhe do t'i vendosim në furrë që të na bëhen gati. Të marrim këtu të hedhim gjalpin fillimisht. Pra, kemi nisur nga një gjysmë pune për çdo recetë.
Për recetën e parë kemi vendosur krahët e pulës në furrë dhe do të vendosim gjithashtu edhe makaronat. Për recetën e patates së ëmbël me çokoladë kemi vendosur patatën për të zier, ndërsa për sallatën me ton që do të bëjmë kemi vendosur patatet e thjeshta për të zier. sërish në zierje. Pra, kur ne të kthehemi në pjesën e dytë, do t'i përfundojmë dhe do t'i shijojmë të treja, Prandaj sepse do do t'i t'i kemi vendosim. gjysmë gati. Po, hedhim edhe vaj, edhe pak krip edhe pak piper, dhe do t'i vendosim në furrë. Por duhet të themi, ndërkohë që do të përgatisim edhe këtë lëngun, që do t'a bëjmë me këtë mix erzash që thash më përpara. Pra ky është ai mix erzash që thash që hyn në të gjitha llojet e gatimeve të kripura. Dhe është një lëng shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. I jep një shije absolute gatimeve tona. Atëre këtu hodhëm vajin, hodhëm dhe gjalpin, do t'i shtoj edhe krip. Këtë mund t'a përgatisin, do me thënë të hidhin vaj dhe gjalpin në një tenxhere ose në një tigan, i ka vërdisni dhe hidhin në tavë, por unë e bëj këtë, veç se do bëj lëngun këtu, që ta kem të nxehtë tavën, në moment që nxjerrim nga fura, e hedhim direkt ujin e nxehtë, edhe pastaj fikim edhe sobën, kur do të kemi ato gati, dhe lëm ashtu në temperaturë të sobës të fikur, dhe ato do të bëhen gati. Nuk ka nevojë që ta lëm në temperaturë të sobës, do me thënë të lartë, thjesht e fikim sobën dhe e lëm dhe ato do të jenë gati. Nga nxehtësia, ato do të zihen, nuk qullosen dhe bëhen shumë të mira. Kështu që në këtë mënyrë do ta bëjmë neve sot, do ta shikoni juve, ta bëni dhe ju në shtëpiat tuaja. Kursejmë edhe korrent, por sigurisht që na bëhen edhe të mira, edhe të shkrifta makaronat tona. Okej. I hedhim edhe këtë. Një çike trazojmë, do me thënë kështu. Gjalpi do shkri dhe sigurisht që do të hyjë gjithandej. Po. I kemi gati për vendosur në furrë. Tani si jemi me kohën, mund të bëjmë Kemi një veprim tjetër? një minutë fiks nga ky moment, nuk di që mund të bëjmë në 1 minutë, besoj për të nisur punë nuk tek Te poshtë do t'i vendos më mirë. Sa ti kam ato, i vendosim këtu. Mendoj që në 1 minutë kohë nuk është se mund të bëjmë dhe një gjë të madhe. Ndoshta mund të merrem me përgatitjen e sallatës, nuk e di, të presim domatet. Me sallatën, ja do them këtu për shembull, te kjo lloj sallate neve përveç se hudhrës, do me thënë të freskët, mund të përdorim edhe hudhër kështu që është plur. Pra thash atë që mund të kemi shumë gjëra, jo është që dimesat që mund të gjejmë tek këto dyqanet e kompanisë Neranzi. Kemi gjëra të cilat i marrim një herë dhe i kemi për gjëra, do me thënë të momentit. Për shembull, s'kemi hudhër, do të kemi hudhrën që është plur. Dhe kështu që përsëri kemi të njëjtin rezultat. Për këtë sallatën thash që ne do të përgatisim, prandaj edhe këto konservat tonë, konserva sardele për shembull, janë gjërat që na zgjidhin duart në moment. Që mund të bëjmë me sardele, mund të bëjmë një makaron të shpejtë, mund të bëjmë siç kemi bërë dhe ne këtu në studio me spinaq. Duke shtuar ato, bëhet shumë e mirë. Nuk e di nëse juve keni provuar, neve përgatitëm këtu në studio, ja dam, u sugjeruam si recetë, por juve nuk e di në YouTube, të gjitha i keni. Mund dhe ta shikoni dhe ta bëni, se vërtet ajo lloj, do me thënë me sardele dhe me spinaq, bëhet një tavë shumë e shijshme. Kati, bëjmë pushimin neve, shkëputemi, presim të na zihen, të na piqen të gjitha gjërat që kemi lënë në sobe në furrë dhe ju presim këtu, do t'i përfundojmë të treja recetat kur të kthehemi bashkë pas pak. Jemi rikthyer në studio, si që ju tham, do t'ju prisnim për të vazhduar të treja recetat që Kati ka menduar për këtë nisje jave sot. Atëre të dashur Anvisa, nuk e di nëse juve jeni ato që na keni ndjekur më përpara, apo keni hyrë tani në këto momente, neve sot do të bëjmë makarona të pjekura në furrë dhe do të tregojmë më një herë tani se do t'i nxjerrim për të bërë atë bashkimin e tyre, por nuk do t'i bëjmë thjesht makarona, por do t'i bëjmë edhe me krah pule, të cilat ato i kemi marinuar, i kemi vendosur që një ditë më përpara në marinim dhe sot i vendosëm për të pjekur në furrë. Dhe kemi gati. Ndërkohë, këtu kam bërë dhe një lëngë që me këtë mix erzash, që ju thash dhe pak më përpara, që është një mix që përdore për gjitha llojet e gatimeve të kripura, sepse i jep një ekstra shije dhe ka një kombinim të mirë të baharnave, por jo vetëm, ka brenda edhe qepe dhe hudhër, kështu që është një lëngë i plot për të dhënë një shije shumë të mirë makaronave tona. Unë i hek tani menjëherë makarona se hodha një sy dhe i pash janë bërë gati, janë pjekur në pjesën e parë.
Besoj edhe krahët? Makaronat, po. Okej, jam pjekur. Ja, këto janë makaronat e pjekura që themi neve, janë makaronat tradicionale që bënim dikur, do me thënë ne në kohët tona, i përdorim shumë këto lloj makaronash. I bënim të thjeshta, mund t'i përdorim edhe tavë në furrë kur ka patur rast me mish, ose edhe kështu të thjeshta bëjnë shumë të mira dhe shumë të rishishme. Vërtet. Tani është momenti të nxjerrim edhe krahët e pulës. Atëherë, mbyllim Ta të mbyllim furrën ata, Anila. poshtë. Krahët e pulës janë marinuar, Kati ka thënë në fillim dhe unë i rikujtoj për ju që nuk na keni ndjekur nga fillimi që sa më gjatë të qëndrojnë të marinuar aq më të shishme bëhen. Ja, sa Janë të mira. pjekur në këtë zgarën e furrës nëse ju e keni, pra në grill, nëse jo, edhe në një tavë tjetër. Pra mos i lini pa bërë thjesht se ju mungon një tavë zgarë. Jo, nuk ka problem, mund t'i pjekin, po. Mund t'i pjekin në një tavë të zakonshme, me qenë se neve kemi pas këtë dhe vendosëm, nuk është se duhet me do e mos. Tani, shiko, ky lëngu këtu, kjo salca është mirë që të hidhet brenda. Ka gjithë shija na Kjo jo është atë. gjithë shija që ashtu, kështu që tani do mundohem unë që ta hedh, por juve në shtëpi faktikisht ja shikon që do t'ishte mirë. Bëhet pjekja më e mirë kështu, por këto lëngjet më mirë kur i ke në një tavë që do t'i vendosësh direkt brenda. Po. Ska gjëja dhe kështu neve i nxorëm, nuk do më derdhet mua. I heqim këto, i gërdishim, sepse këto janë ato lëngjet ekstraktive që nxjerrin të gjitha llojet e mishrave. Po, dhe Kjo kanë shija më e gjithë mirë. shijen. Tani, doni ta kulloni, kullojeni. Doni ta hedhni kështu, nuk ka problem. Juve bëjeni zgjidhjen vetë si e doni, domethënë nëse nuk doni të ndjeni ato, si thua, copëzat e vogla brenda, mund ta kulloni, por edhe kështu nuk ka problem. Copëzat të mishit e të mishit erëzave janë, ka, po. kështu që nuk ka kocka Ja, apo ky është ai erëza lëngu mund të që do bezdisin. t'i japi një shije të veçantë, do ta vendos tutje. Okej. Do të shtojmë besoj përsëri nga lëngu i erëzave që kemi në sop. Pregatitur që duhet i valuar, prandaj dhe unë e para pregatita, duhet që t'jetë i valuar që të hidhet brenda. I përzim pak kështu dhe do t'i lëmë në furrë, siç ju thash më përpara, furrën e kemi të nxehtë. Fillimisht në juve ku kemi vendosur për të pjekur këto kanë qenë në një temperaturë 220 gradë dhe do ta fikni furrën, do me thënë mbas 5 minutave që do ta vendosni brenda, do ta fikni furrën dhe do të shikoni që mbas 20 minutave do ta keni gati gjellën tuaj pa furrë të ndezur. Po, sepse vetë temperatura do të i ndihmoj që të bëhen gati, por më tepër që janë të pjekura, dhe kjo i ndihmon që të përgatiten në shumë pak minuta edhe në thjesht me temperaturën e sobës. 5 minuta dhe do ta fikim. Të shohim ndonjë recetë apo fillojmë nga puna me të tjerat? Do fillojmë me patate, se do të bëjmë këtë recetën. Me këtë të ëmblën? Po, patatet e ëmbla. Okej. Ja, i kemi këtu patatet e ëmbla, të cilat i vendosëm dhe i zijem. Tani, ti shikojmë. I pam. Këte kemi nga mulli. Iku, s'ka që, okej. Ja. Tu kemi djalin ton kameramanin. Patatet e ëmbla, do t'i bëjmë me çokoladë. Këto janë patatet e ëmbla, të cilat i kemi zier, kemi edhe pak lëngje brenda nga zjerja e patateve dhe kemi gati tani për t'i kaluar në një makinë grirse, ose nëse keni juve mund t'i nga ato rafse, do me thonë që i bëjnë direkt në tenxhere, mund t'i shtoni atje, por duhet pak lëngje. Do t'rregojmë tani se sa lëngje do t'na duhen. Pra do të hedhim patatet fillimisht. Neve kemi një patate, do të hedhim një lugë kakaon. Nëse do të kishit 2 patate, sigurisht që do bëheni, nëse keni këtë mikserin, do me thënë këtë makinë grisë si kemi ne të vogël, do ta bëni në 2 faza, do me thënë, sepse nuk i merr të gjithë njerësh. Do të shtojmë edhe një lugë kakao këtu brenda. Sa kurioze jam tash ose do dalë kjo ëmbëlsira kështu, me patatet të ëmbla, bëhet shumë e mirë, Anila. me Tani hedhim pak lëngë neve. Tani këtë e duam të thatë lugën që të marrim kakaon. Ja, ku e kemi. Dhe do shkrim edhe çokoladën, pastaj që do shtojmë edhe çokoladën. Çokoladën do shkrim në një kështu banjomari i themi neve. Po. Ja, këtë e kemi gati, nuk do të hedhim më tepër, është mjaftueshëm. Urdhëro Anila të hedhim çokoladën atje që të ta marr këtë më mirë. Do shkrim edhe çokoladën, këto çokolladat janë ideale për përgatitjen e ëmbëlsirave, vinë në këto për masa, mund t'i zgjidhni edhe më të vogla, nëse doni t'i përdorni për kek apo për gjëra të tjera. Kjo është kakaoja. Është kakaoja më e mirë që mund t'i gjeni. Kjo është e sigurt që mund ta përdorni si për të konsumuar kështu me një filxhan,
Ashtu edhe për përgatitjen e ëmbëlsirave të ndryshme, të kekrave për t'i dhënë shije. Tani, në çdo lloj dyqani, domethënë të kompanisë Neranzi, më të gjenë çokoladë që janë enkas për gatim këto. Këto janë që quhet kuvertur për gatim. Faktikisht kanë dhe atë ëmbëlsinë brenda, kështu që ka në dy variante, domethënë edhe që kanë ëmbëlsi edhe ato që nuk kanë. Neve kemi me ëmbëlsi këtë lloj çokolade, kështu që nuk do të shtojmë fare sheqer. Do të kemi vetëm këto 3 përbërës. Do të hedhim tani këtu, unë kam krijuar një banjomari në këtë mënyrë, kështu bëheni nëse keni juve është më mirë sepse duhet që ena të mos prek tek uji. Do të tregoj sa të hedh çokoladën dhe do ta tregoj. Pra nëse nuk keni një enë që është posaçërisht për shkrirjen e çokoladës në shtëpi, mund të improvizojmë. E vëm kështu se nuk dua tenxheria të prek me këto, domethënë me ujin poshtë. Thjesht avullin. Duam vetëm thjesht avullin. Temperatura e avullit. Që të na shkri. Edhe nuk duam që të bie fare, duhet tenxheria të jetë e thatë që të hedhim çokoladën brenda, duam që mos të bien pika uji brenda te çokolada, se ajo menjëherë prish strukturën edhe nga si thua një çokoladë e lëngshme që shkëlqen do të na kthehet e ngurtë dhe do të prish edhe strukturën dhe nuk do të jetë e mirë. Kështu që duhet të keni kujdes për punën e shkrirjes së çokoladës në banjomari në kushtet e shtëpisë, sepse në për si thua vende pune të tjera, domethënë që bën pasqyrë, ka mënyra të tjera për të shkrirë. Por në kushtet e shtëpisë është mënyra më ideale për ta bërë, ose kështu, ose në një si thua tenxhere, por duhet me patjetër të mos puthit me ujin tenxheria. Ja dhe pak dhe do ta kemi gati, do të lëngëzoj dhe do të jetë gati. E ndërkohë në ekran vazhdon të jetë receta me shumë pak përbërës, ju përgatisni një ëmbëlsirë me patate të ëmbël, me çokoladë që shkrin, që është posaçërisht për përgatitjen e ëmbëlsirave, dhe me 2 lugë kakao, sigurisht që sipas dëshirës edhe mundësive, mund edhe t'i shtoni fruta të ndryshme të freskëta, fruta pylli, kjo gjithmonë mbetet alternative. Varet se sa doni të shpenzoni dhe varet dhe nga shija, se ka shumë njerëz që e duan të thjesht, nuk e duan të ngarkojnë me gjëra të tjera. Sigurisht, por me fruta të freskëta ose të ngrira do t'ishte shumë mirë, domethënë i shkonte. Akoma dhe me një cip portokalli, domethënë i shkon, çokoladës gjithmonë i shkon cipa e portokallit, kështu që ja tani neve jemi pothuajse në momentin që çokolada jonë është bërë gati. Sa të na shkri dhe pak. Edhe atë që thash, shikoni se si është, nëse çokolada shkëlqen, atëherë themi që është bërë e mirë. Nëse çokolada do të fillonte, domethënë të ngurtësohej, edhe pse vendosim për të shkrirë, atëherë themi që diçka kemi bërë gabim dhe që do të thotë neve nuk kemi bërë shkrirjen e mirë të çokoladës. Na ka rënë ujë brenda, ose ka pothitur tenxheria me ujin, gjë që e prish. Ose nuk është çokolada e duhur. Se marr me këtë. Ndonjëherë ndodh edhe kur nuk zgjedhim çokoladën e duhur për të shkrirë ose nuk janë për gatim. Të shohim pak recetat në ekran, hedhim një sy, meqense jemi në pjesën e dytë dhe jemi shkëputur goxha minuta nga pjesa e parë, edhe pra jo recetën e ëmbëlsirave, por atë që ne rikthyem në furrë, siç është tava me krahpule e makarona të skuqura, na duhet 1 kilogram krahpule, 1 pako makarona, 2 lugë gjallë, 2 lugë vaj, 1 lugë miks erzash për mish pule. Mënyrën e përgatitjes ja u treguam, do të përgatisim pas pak edhe ëmbëlsirën, pra që do ta përfundojmë tani, dhe do të nisim një sallatë që do ta tregojmë edhe recetën në ekran. Pra tani jemi duke përgatitur ëmbëlsirë me çokoladë e patate të ëmbla, siç tham, na duhen 2 patate mesatare të ëmbla që do t'i ziejmë, do t'i kalojmë në një grirse ku brenda do shtojmë dhe 2 lugë kakao dhe veçmas shkrim çokoladën, rreth 300 gram çokoladë për ëmbëlsira, çokoladë që shkrin gatimi. Receta e fundit që do të cillim sot është sallatë me ton konservë dhe perime, na duhen 2 konserva ton, 3 patate të cilat i kemi zier përpara, 1 qep të thatë, 10 kokra ulli, 1 lugë kaperi, domate, borzilok, majdanoz, nenexhik, pra erza të freskëta të stinës, kri piper, vaj, limon ose uthull. Këtë do ta përfundojmë në fund fare, pra do ta shikoni të gjithën nga fillimi në fund, përveç se janë zier patatet, nuk është bërë asgjë tjetër. Ndërsa tek grirësi i patates së ëmbël me kakao,
Kemi shtuar patatet, kemi shtuar një lug ujë, kemi shtuar një lug, sepse neve një patate kishim, nuk kishim dy, një lug kakao, po, dhe e kemi grirë duke shtuar akoma dhe gjysmën e sasisë së kuverturës që neve kemi shkrirë. Gjysmën tjetër do ta shtojmë në momentin e fundit që do ta vendosim në një enë ku neve do ta kemi për ta servirur. Është gati, nuk ka nevojë domethënë që të ashtu ja kthehet në një trajt mus. Shisa e lezetshme kjo. Tani s'ka gjë se përvendos këtu. Kjo është një mus ndryshe mund ta quajmë, unë e kam quajtur thjesht një ëmbëlsirë, por mund ta themi edhe mus me patate dhe çokoladë. Vendosim këtu tani. Atëherë. Që mund ta vendosim, domethënë ta servirim edhe në këto individuale. Po, në gota, në tasa, kështu, në tasa të vegjël, që mund t'i përdorni për zupa të ndryshëm apo për shisa kremoze që bërë dhe kur të ftohet, kjo bëhet shumë e mirë dhe e shijshme. Mund ta shoqëroni akoma edhe me pana pastiqeri. Bëhet shumë e mirë. Ja shtojmë brenda thua? Jo, sipër në servirje, në servirje. Në vend të frutave të thata mund të shtojnë atë pan pastiqeri. Ne të bëjmë edhe një këtu. Ne bëjmë edhe një aty. I tregojmë të dyja variantet, si në një enë të vogël, ashtu edhe në një gotë, ku mund t'i bëni në racione të ndryshme. Ja, kështu. Ne s'kemi mbajtur shumë, po s'ka gjë. Do t'a pasojmë që të hedhim aq sa duhet. Mos e çojmë dëm. Po, tani pastrojmë gjatë reklamave. Mbajmë edhe pak nga kjo, që mos ta bien në lëngje. Hedhim edhe pak. Që të marri këtë shkëlqimin, edhe e hedhim edhe këtu. Ja, ma i kati që në hapë oreksin. Bëhet shumë e mirë faktikisht. Shumë e shishme duket. Një ëmbëlsirë e përgatitur shumë thjesht. Ta lëm pak këtu. Tani ç'do bëjmë? Jo, do të shtojmë këto frutat, por para se të shtojmë frutat faktikisht, do t'ja bëjmë kështu si shtresë. Po. Se kur lart kjo tani që do ngri, se do ta lëm që të qetësohet, të ftohet. Mban një, si thua, një shtresë tjetër. Okej. Tani këto këtu, do të bëjmë, vendosim këtu në cep këto boronicat, që mund të bëjmë edhe kështu. Po, vetëm një cep. Edhe disa mjedra. Për të ndryshuar, do me thënë, thyer ngjyrën. Pak këtu në këtë cepin tjetër. Edhe pakës ngjyre do. Po, pakës nga këto. Që të është... Sa aromë të mirë ka. Me një herë, sa po shkëputet ajo gjithja. Aroma. Edhe vendosim edhe këtu. Okej, edhe një gjethet e vëllë, sa ko kemi 8 minuta. Ja, se eto i kemi Po, se salatën e kemi vetëm për të bashkuar produktet. Që bëhet këte nga furra? Mirë duket. Mirë duket. Vazhdojnë kështu vlona jo? Këto do t'i vim edhe te salata neve faktikisht. Na dalin ato edhe për salatë edhe. Do në më shëntuar. Falinderit e dashur. Shumë bukur ka dalë. Kjo këtu. Ja e nisëm javën ëmbël. Edhe... Nuk e di këte. Edhe një qika të cepin. A ka më në tjetër vënd se nuk po i shojnë? Jo, këte nuk... Sa bukur ka dalë. Të lumë shënduar. Unë jam realisht kurioze ta provoj se si do t'jetë kjo shija e patates e ëmbël miksuar me çokoladë dhe me fruta, po e sigur që do t'jetë shumë e mirë përderisa kantina e ka sjellë këtë ditë. Bëj shumë e mirë, shumë e shijshme faktikisht, edhe e shpejt si recetë. Po, edhe e shpejt. Pra nuk është e thënë që kur bëjmë ëmbëlsira duhet me se s'bën të harxojmë shumë kohë edhe të rrim me orë të tëra në kuzhinë, një kokër patate, një pakës çokoladë dhe ja ku e kemi gati, e cila do duhet pa diskutim të qëndroj pak në frigorifer, të ftohet, të mpikse dhe
për të shijoj akoma edhe më shumë në këto ditë që edhe temperaturat i kemi goxha të ngrohta, edhe duhet të ndryshojmë avash edhe mënyrën se si ushqehemi. Tani Atëre, një tjetër, thamë neve për salatën. Do me thëmë, patat e ti kemi zjera me gjithë të pjesën e cipës, i lajmë dhe vendosim të zje në ujë të ftohtë, me një majës krip, jo më tepër, një majës, sepse ndryshe nuk zjejmë patatet, por një majës krip e duan që të shijohen. I pastrojmë nga pjesa e lëkurës, këto janë gjëra që dinë dhe prandaj dhe neve shumë herë disa gjëra i bëjmë i para prim, kështu që këtë qepën e kemi prerë në fiza, dhe e bëjmë kështu pasi në gjysmë rrethi. Që të ndahen nga njëra tjetra. Po, të shkriferohen. Okej. Do t'i shtojmë edhe ullin. Disa copësa të ullinve. Të kryejmë dhe pak vënd, sepse do të na duhet për të vendosur recetat e përfunduara. Domate. Tu kemi kapari. Ta hedhim këtu te kjo ena. Një sallat, por goxha e kompletuar. Pra, është besoj se një pjatë mjaftueshëm edhe për të zëvendësuar një vakt dreke, ose siç ne themi gjithmonë për njerëzit që punojnë me orë të gjata dhe shpesh drekën të duhet ta marrin me vete. Një sallatë e tillë do të ishte një plotësues i të gjitha nevojave që ju keni gjatë ditës. Pra patjetër kemi tonën për ta bërë më të plotë sallatën, sigurisht për t'i dhënë edhe vlera sallatës, kështu që këto janë gjëra të cilat të thamë që mund t'i kemi në familje dhe shumë shpejt mund të ndërtojmë një gatim të shpejt, të shijshëm, të shëndetshëm faktikisht, pavarësisht se janë në trajtën e konservuar, por janë ato që na zgjidhin punë. E vërtet. Neve kemi me pak vaj, kështu që unë nuk do ta hedh poshtë, juve nëse doni mund ta hidhni këtë pjesën e vajit, por mua kjo më pëlqen faktikisht, është shija që ka, domethënë pjesa e peshkut ton. Ajo që ngele tani është një salcë që neve do ta bëjmë tani dhe ajo, përveç se salcës, do të kemi edhe gjethe borziloku, majdanozi, nenexhik, do me thënë jeshillëqe, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi. Të freskët. Tani, këtu unë do të bëj pak me limon, edhe me uthull dhe me vaj. Limon, krip, piper. Vaj, krip edhe piper. Kjo është salca që do të përgatisim për të shtuar. Një salcë e thjeshtë, një salcë. Kur kemi një vaj ulliri të mirë, nuk ka nevojë domethënë që të shtojmë shumë gjëra. Një vaj ulliri, një uthull. Këtu kam uthull molle, por ju mund të përdorni çfarëdo lloj uthulli që mund të keni në shtëpi. Okej. Krip. Krip. Piper. Dhe vaj ulliri. Dhe vaj ulliri. Kaq do t'i duhet kësaj salce, e cila mund të jetë shoqëruesi i shumë sallatrave në fakt, sepse i ka së bashku të gjithë produktet që i duan kombinimit. Po, rrushka si nduar të? Po. Atëherë. Edhe, 3 minuta kohë kemi. 3 minuta, do nxjerrim edhe etapën nga fura, do të kemi bërë dhe këtë gati. Edhe do ta përfundojmë të gjithë pjesën e këndit të gatimit të mbaruara. Duhet vaj të hidhet në mënyrë graduale, që shikon si pikset trashet kjo tani, edhe bëhet kjo është një salcë vinegret, një salcë e lidhur, që është për shumë llojshmëri sallatas, që mund ta bëjnë edhe për sallatën jeshile, për çdo lloj sallate, por dhe për këtë lloj sallate kombinohet dhe bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Tani për pjesën e hudhrës unë do të hedh pak nga kjo. Juve nëse doni mund të grini një hudhër të freskët. Sipas dëshirës. Por dhe kjo jep një shije të mirë. Edhe duhet të dim që pjesën e kësaj, do me thënë të salsës, e hedhim në momentin e fundit që kemi gati për ta servirur sallatën, nuk e hedhim më përpara. Këtë lloj marinimi nuk e bëjmë përpara. Tani e hedhim edhe salcën e përgatitur, shikoni se sa është mpiksur dhe është lidhur salca, edhe peshku ton merr një tjetër shije,
Dhe është ajo që themi ne e bëjmë me të ngjyrë. Ngjyrën bukër. Atëherë, kanë mbetur vetëm erëzat edhe pjata e sallatës është gati. Do të nxjerrim gjithashtu edhe nga furra tavën me krahët e pulës edhe me makaronat. Dhe kështu do t'i kemi të gjitha këtu përpara. Për t'i parë edhe një herë të fundit, para se t'i ham. Para se t'i ham dhe t'i shijojmë. Neve këte nga studio edhe juve nga shtëpia që t'i shijoni dhe t'ju pëlqejnë. Edhe t'i po aq gatuane, shumë se sa dhe neve duhet t'i pregatisni sepse siç e pat ishin receta shumë të thjeshta, shumë të shpejta, të shijshme, të shëndetshme dhe dua të them që dhe jo me ndonjë kosto të madhe. Po. Atëherë, të heqim pak këto. Po, vetëm tava na ka mbetur, kapaku është i vajt, e nxjerrim shpejt e shpejt se po i afrohemi orës 10 edhe do të sot mbaruam një çik shpejt. Çfarë do bëjmë? Mbaruam shpejt në kohë. Ai shpejt nuk kemi, se një minutë kemi kohë. E rëndësishme është që i mbaruam, kemi qenë pak qetë. Ashtu. Edhe nuk na është dashur të ngutemi, ndaj të gjitha idetë që ishin menduar të vinin tek ju në gatim kanë përfunduar në këto momente. Pra një sallatë shumë e shijshme dhe plot vlera ushqyese, një ëmbëlsirë e veçantë me patate të ëmbël dhe çokoladë dhe një tavë tradicionale me makarona të skuqura ose të pjekura dhe me krah pule. Edhe kur e nxjerrin nga fura duhet të qëndrojë dhe duhet që makaronat të dalin me pak lëngje, që mos të jenë të thara. Sepse kur do qëndrojnë do të trashen akoma dhe më shumë. Edhe nuk do na shijojnë, kështu që dua të kenë pak lëngje dhe kur kemi këto tava, ndoshta marrin këtë, domethënë na marrin pikat e pjekjes. Por dijeni se këto tavat mbajnë nxehtësi dhe e kemi domethënë sikur domethënë dhe për gjysmë ore dhe më tepër, vazhdojnë të qëndrojnë të ngrohta. Kati të lumshin duart. Faleminderit e dashur. U lodhe? Jo, fare. Mirë. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe, domethënë shumë pak gjëra për kushtet e shtëpisë, për anvisat që po na ndjekin. Unë do t'ju them që të kalojnë, si domethënë, një vazhdim të bukur të ditës sot. Ju uroj të jenë sa më mirë në familjet tuaja, nga unë Katerina mirupafshim, ju dua shumë dhe dërgoj një puthje sot. Një puthje sot që ta mbani deri nesër në mëngjes për të takuar përsëri me Katin këtu në kuzhinë. Dhe tani është momenti që të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare.